Vetëm në muajin mars të këtij viti, 160.767 qytetarë të Maqedonisë së Veriut kanë hyrë dhe dalë nga pika kufitare Bllacës, ndërsa po të njëjtin muaj 221.762 shtetas të huaj kanë kaluar në këtë pikë kufitare. Në kalimin kufitar të Bllacës bëhen përgatitjet e fundit për vënien në funksion të sistemit One Stop Shop i paralajmëruar për ditën e nesërme. Pika kufitare Bllac është një nga më të frekuentuarat si nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut, po ashtu edhe të Republikës së Kosovës. Tani e disa herë është paralajmëruar vënia në funksionin e One Stop Shop apo një kontrolli të vetëm në këtë pikë kufitare, ndërsa paralajmërimi i fundit është se do të fillojë të funksionojë më datë 12 prill. Sipas qytetarëve, ky vendkalim që lidh Maqedoninë dhe Kosovën është i një rëndësie të veçantë për lidhjet familjare që kanë qytetarët, por edhe për zhvillimin ekonomik. Për urimin e One Stop Shop, sistem i ri një kontrolli të përbashkët, nesër pritet ta bëjnë kryeministrat e dyja vendeve, Kristian Mickoski dhe Albin Kurti.